Nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas. Ishte shfaqja premier që unë gjitë këtë fundjavë në skenën e teatrit Skampa në Elbasan, në regjinë e Donard Hasanit dhe me interpretimin e aktorëve Laert Vasili, Helidon Fino, Hervin Çuli, si dhe moderatores Atalanta Kërçyku. Komedia përcjell mesazhe të forta për reflektim dhe ndërgjegjësim. E pra ndërtuar humorin me temat sociale, duke sjellë në fokus njerëzit me aftësi ndryshe dhe përfshirjen e tyre në shoqëri. Kasti aktorëve solli në skenë interpretime të roleve as pak të lehta dhe jo të zakonshme, por duar trokitjet e publikut konfirmuan suksesin e kësaj shfaqjeje. Pas performancës aktorët u ndalën te emocionet në skenë, rëndësia e kimisë mes tyre dhe sfidat në përshtatjen me rolet. Për të ndjerë më shumë, besoj që nuk ka nevojë sepse Salla e Elbasanit ka qenë nami, ka qenë furore. Kuptimin e kënaqësisë që është dhuruar me këtë tekst. Pastaj për sa i përket mesazhit, është një mesazh brillant që edhe njerëzit me aftësi ndryshe janë njësoj si gjithë tjerët, kanë mundësi të jetojnë, të rebelojnë, të dashurojnë. Është vërtet që është i vështirë sepse edhe vetë se kisha provuar të bëj një personazh që nuk flas. Sigurisht, aktori ka mjetin kryesor ka fjalën në skem, po sigurisht edhe plastikën dhe edhe tjera me radh, por që është e vërtet që mjaft e vështirë dhe mbase ajo që e lehtëson pak vështirësinë është fakti që duke eksploruar drejt zgjidhjes plastike së personazhit, mbase ma largonte pak të vëmendje nga vështirësia dhe ma lehtësonte si thua vështirësinë. Po një merit e madhe këtu, dakor, fillon që nga autori, Jorgos Theodosiadis, po regjizori që zgjodhi pjesën Donard Hasani dhe Kliton Kapaj, që është drejtori artistik i teatrit, kanë meritën më të madhe që zgjodhën këtë pjesë. Mendoj që çfarë kishte për të përcjell, shfaqja e ka përcjell dhe fakti që është sold out në 4 ditë e para që pas premierës, mendoj që publiku i Elbasanit tregon edhe një herë që ditë mbarti ndër breza vlerat e normales Elbasanit edhe të Konstantin Kristoforidit. Nuk ngurova kurse si që të bësha pjesë e këtij kasti. Jam në kast me 3 kolos të mëdhej aktorësh, për të cilët unë jam shumë e nderuar dhe me shumë fat. Sot është mbrëmja e dytë në cilën unë gjitem në skenë. Është privilegj shumë i madh, sidomos në rastin që ne japim shumë mesazhe të mira për njerëzit me aftësi të kufizuar, mbështetjen e tyre dhe sidomos për impenjimin që ne duhet të bëjmë për t'i futur ato në profesionin që ato meritojnë. Shfaqja erdhi për publikun e Elbasanit pas disa muajsh përgatitjeje, ndërsa regjizori premton se ajo do të udhëtojë edhe në qytete të tjera.